Përshëndetje, mirë se vini në faqen e revistës Story të Instagramit. Unë jam Klotilda Harka. Mirë se takohemi këtë të shtunë, të gjithë mund të jenë në plazhe duke bërë qef. Po prap telefonin gjithë e kanë me vete dhe mund të na ndjekin. Unë sot jam këtu për të bërë një intervistë me një yll të momentit në botën e showbizit. Ajo është e shkathët, është moskopçar, se është e lirë në plot kuptimin e fjalës, që është pak e vështirë, domethënë të gjesh një të ngjashme ose fiks si ajo sot në botën e showbizit. Quhet Megi Pojani. Nuk e di se ku ndodhet Megi sot, por do përpiqemi të lidhemi dhe të bëjmë një bisedë bashk. Unë ta pyes, ajo të më përgjigjet në mënyrën e saj të çlirët. Aktualisht është një nga anëtarët e jurisë ose të panelit të spektaklit të talenteve, Jeho, në Top Channel. Unë pres që atë hy, pres që të hy dhe të flas me Megin. Megi hyri, po e shoh. Megi, të pres të më bësh ftesë. Unë jam Klotilda Harka, edhe një herë, për të gjithë ju që nuk më njihni. Presim të hy Megi, se Megi ka shumë fansa. Thonë që disa thonë që si ka mundësi që Megi është kaq e çlirët, si ka mundësi. Ose kam lexuar një koment që dikush thoshte Megi, si ka mundësi që Megi është edhe e lirë, ndërkohë edhe e lirë edhe e bukur, në të njëjtën kohë edhe tip që bën humor, edhe mbetet dhe e bukur prap, duke bërë humor, duke bërë shaka. Ja. Megi gati të hyjë në linjë dhe të bëjmë intervistën tonë bashkë. Megi, si ta bëra prezantimin? Se ngela kisha thënë se nuk hyje. Shumë i egzageruar ishte prezantimi. Ja e dija, po pse? Çfarë ishte egzageruar për shembull? Jo, se di, s'po pëlqen shumë të dëgjoj tjerët flasin për mua, se unë vetë flas shumë për vete. Si e di, po ato që thash unë janë të vërteta. Faleminderit. Faleminderit. Si je, si po kalon dhe ku ndodhesh në këtë momente? Unë jam në plazh, sa mbarova plazhin, jam rreth kapitur. Edhe tash po hy ta mbaroj këtë punë. Si je ti? Ta mbarojmë këtë punë. Mirë. Se thua kështu, sikur po e bën pa qef, më duket. Jo, bishaka me qef. Bishaka dhe unë. Ti si je? Mirë. Ti po ja kalon, si është të jesh një vajzë në qendër të vëmendjes, është e vështirë? Është stresuese apo është ekstremisht e bukur? O, shiko, mua më pëlqen, mendoj që ka njerëz që e duan këtë gjë, mendoj që e kam do thënë, më pëlqen kjo gjë që bëj dhe nuk është se më shqetëson, nuk jam personi që të më bezdis vëmendja apo më bezdis të qenit në qendër të vëmendjes, nuk e kam problem këtë gjë. Jam shumë rehat, edhe në këtë fazë të jetës time jam shumë rehat. Mendoj që rëndësishme është që njeriu të jetë gjithmonë të qëndroj besnik asaj që është. Në momentin që je në rregull me veten tënde dhe mban gjithmonë bazë parimet e tua, është shumë e thjeshtë të vazhdosh jetën normalisht. Po, duhet të theksojmë që domethënë ti je nisë si një gazetare. Po. Studente gazetarie, e nisë si një gazetare e medias së shkruar dhe papritur u ngjite në një skenë të madhe siç ishte Kënga Magjike, u bëra aktore e serialeve shumë të ndjekur. Së fundi ke qenë edhe në një film të Erman Mamaqit. Po. Pastaj në panelin e spektaklit Jeho, e show talenteve, si ishte, e kishe menduar, e kishe një plan tëndin për të bërë kaq e famshëm apo gjithçka erdhi natyrshëm? Jo, nuk e kam patur, s'ka qenë asnjëherë qëllim në vetvete, ka ardhur çdo gjë shumë natyrshëm. Mendoj që kjo e bën edhe më interesante. Nuk ka qenë diçka që unë kam kërkuar. Kjo është diçka që unë dua ta bëj. Kjo është e gjitha. Nuk e kam menduar asnjëherë
që kjo do bëj mua më të famshme, apo ky duhet jetë hapi I radhës që unë të marr më shumë vëmendje, apo që njerëzit më ndjekin më shumë. Po, me aktrimin si ke pas punët, sepse duket edhe jashtë skenës ose në Instagram duket sikur aktron. Në fakt ai është tipi yt apo ti aktron? Si është e vërtetë? Unë mendoj që është tipi im, nuk mendoj që ka lidhje, nuk jam aktore, është punë shumë e madhe ti je aktore, duhet nuk e marr përsipër t'ja vendos vetes këtë titull. Unë mendoj që në gjërat që kam bërë deri tani kanë qenë gjëra që I përshtaten pak a shumë natyrës time. Edhe kjo e ka bërë dhe më të thjeshtë. Unë edhe njerëz që mund të më kenë ndjekur nga ekrani dhe pastaj I takoj personalisht, thonë që ti je tamam ashtu, do të thotë kjo nuk është rol. Ti je kështu, ti flet në këtë mënyrë. Se ka njerëz që edhe nga e folura ime kam tendencën që zgjas pak fjalët apo kam një lloj nuk e di një mënyrë që njerëzit ma kanë vënë duke se unë vetë nuk e kuptoj, edhe shumë njerëz kanë menduar që është pjesë e rolit apo pjesë e personazhit tim, gjë që s'është e vërtetë, është thjesht mënyra ime e të folurit. Madje kam ndjekur edhe kurse aktrimi për ta ndryshuar, këtë është e pamundur. Me kë ke ndjekur kurset e aktrimit, kot për ta ditur me kë profesor? Tonila Kapidani. Edhe nuk e ka dot. Nuk I ndoqa për një kohë shumë të gjatë, për aq sa I ndoqa, ky ishte qëllimi jo. Edhe kur flisja me atë, e kisha nën kontroll. Sa dilja pastaj në rrugë, kthehesha në origjinë. Po çfarë ti jep një lloj kështu reatie të flasësh kështu, do të thënë ta fjellosh zanaporen. Jo, është natyrshme, nuk e di, edhe mami im flet kështu në fakt. E kemi familjarisht. E keni familjarisht. Do të pyes po stonatura e bukur e spotit të Jehos, ishte një stonatur e bërë me plan? Qiko tani, se unë nuk dua të shaj veten time, se nuk I dihet kur mbase në një të ardhme, unë mund të dua të bëm këngëtar. Jo, se çudi sepse janë bërë shumë këngëtare dhe jo, se bëj shaka, unë e shikoj muzikën si argëtim, më pëlqen. Po e bëm, ideja ishte që unë duhet këndoja këngën e Celine Dion me duke sonuar. Unë bëj këngën edhe pasi bëm provën e parë, ajo doli mirë. Edhe mua më tha, po ju se kohë se ti se bërë e keq, do të duhet ta sforcosh pak, duhet ta aktrosh pak. Edhe tek e tjetra pastaj e aktrova pak. Sigurisht prap stonatur do ishte, kushdo që ta dëgjonte do mendonte që unë po stonoja, se nuk mund të arri notat e Celine Dion, po e kështu ndodhi. Po, si ke marrëdhëniet me dy kolegët e panelit? Marrëdhënie shumë të mirë. Janë djemë shumë të mirë, në respektoj shumë edhe I vlerësoj dhe për punën që kam edhe para se ne të njiheshim edhe të punonim bashkë. Kemi stap, do të thënë kemi jetë shumë të ndryshme, ata të dy janë njëri është bërë, Eliti është bërë baba, Kleti do bëhet baba, unë jam Po edhe ti ke postuar, edhe ti kishe postuar një foto kështu shtatzan. Çfarë ishte ajo foto? Jo, unë çfarë kishe si e kishe sajuar atë foton se nuk e kam. Jo, se kam sajuar fare atë foton, thjesht kisha ngrënë shumë. Çfarë thua vërtet? Po. Shiko, është një gjë që I ndodh të gjithëve, I ndodh gjitha vajzave, thjesht unë nuk e kuptoj, do të thënë e kuptoj që është diçka që jo të gjithë e bëjnë në momentin që merr aq shumë reagime. Sepse është, do të thënë e ka çdo kush, edhe nëse ti je I dobët, edhe nëse ke një trup të palestruar, nëse ti ha shumë, gjithmonë fryesh, që pashmangshme. Pastaj u frymëzova, e bëra atë, pash njerëzit kishin po e diskutonin si shtatzanie, gjëra të kësaj natyre dhe thash po e vazhdoj dhe unë lojën, kjo ishte ideja. Edhe Las Pojanelas, një faqe që për ndjek, që e përshëndes shumë edhe Henrin e përshëndes shumë, është ajo vajza më ndihmoi në fakt, ka hapur një faqe që mua më pëlqen shumë, që thjesht updatohen me gjërat e mia ose të motrave të mia, por nuk e di pse ka një humor edhe një mënyrë të folur shumë të ngjashme me tonën. Dhe ajo postoi një foton që kisha postuar unë, kisha postuar bashkë me Ekon e Barkut, mua më duk shumë interesante dhe e postova dhe njerëzit morën atë që deshën. Po, ti më duket se ua ke bler mendjen ndjekësve të tu dhe u shkon aty ku ata ndoshta nuk e presin nga dikush tjetër, por nga ty e presin. Shiko, unë argëtohem. Mua edhe nëse, do të thënë, unë ndjekësit e mi dua shumë, do të thënë drejtë, nuk është një nga ato shprehje klishe që unë ju dua shumë, faleminderit që më ndiqni, unë I dua ata që më shajnë.
Do të thënë kam një marrëdhënie kështu, unë e di që ata kanë një marrëdhënie love-hate me mua, dashuri urrejtje. Edhe mua më pëlqen kjo gjë. Do të thënë ti zihesh edhe me njerëzit që ke në shtëpi, edhe me njerëzit e afërt, zihesh, do të që ke konflikte. E njëjta gjë ndodhet edhe me ata. Unë jam shumë e lumtur për marrëdhënien që kam me ndjekësit e mi, me ata që më shajnë. Po, kam lexuar një artikull diku që dikush të ka shkruar që pse një vajzë të ka takuar diku dhe të ka thënë ndërkohë që të gjithë të urrejnë, unë ty të dua shumë. Edhe ti ke këtë përgjigjen tënde. Çfarë ndjesie të jep kur të thonë që Omegi ty të urrejnë të gjithë? Është diçka Nuk ma thon shpesh. Me thënë të drejtën, kur ma tha ai personi, thash, ua, kush më urren mua, s'ka njerëz që më urrejnë, ishte e tillë, më thonë, e kisha të qartë, po megjithatë edhe e kuptoj se ishte takimi i parë, edhe vajza ishte shumë dashamirë, se në fakt dhe këtë e thas një përpjekje, do të thënë ajo do të thoshte një kompliment, ishte kompliment për atë. Po unë thjesht pas asaj u kthye si batutë, edhe se isha me motra të ditë dhe na u duke çuditshme. Po, normal. Ty më shumë të shkruajnë djemtë apo vajzat në inboxin e Instagramit? Ka shumë djemë dhe shumë vajza. Unë mendoj që kam shumë, do të thënë kam ndjekës të dyja gjinive, do të thënë janë në mas. Dhe mua pëlqen fakti, thënë unë them gjithmonë I love boys. Edhe kur më shkruajnë në Instagram e them gjithmonë sepse çunat janë shumë të dashur, edhe në komplimentet që bëjnë, edhe në gjërat që thonë edhe vajza. Do të thënë unë e vlerësoj që ata janë njerëz që i shikojnë dhe i kuptojnë gjërat dhe marrin dhe mundimin që t'i komentojnë apo t'japin mendimin e vet. Kështu që unë kam nga të dyja. Edhe djemë dhe vajza të zgjuara, dhe më pak të zgjuar, po. Po, mendon që vajzat të kanë edhe pak xhelozi? E ndjen xhelozinë e vajzave që të rrethojnë? Unë rrethohem nga njerëz që unë jam shumë e vetëdijshme për raportin që kam dhe kam marrëdhënie të mirë. Do të thënë përpiqem që të mbaj një rreth shumë të ngushtë. Por në Instagram nuk është diçka që nuk më ndikon dhe nuk i kushtoj rëndësi fare. Do të thënë nëse ti quan xhelozi, unë do ta quaja influencë që përkthehet në sponsor dhe bashkëpunim me frydhënës. Me që jemi të sponsorat. Ke shumë sponsora këto kohë? Në kuptimin e që të ofrojnë, që të reklamosh diçka ose që të bëjnë oferta? Dhe si të jetë? Është e vështirë? Unë përpiqem të jem përzgjedhëse, pra nuk dua që të përpiqem mos e shfrytëzoj shumë Instagram për marketing, edhe pse kjo mund të jetë një zgjedhje e gabuar. Unë dua të punoj dhe realisht kam punuar me njerëz që unë jam vërtet e kënaqur dhe kam pasur feedback pozitiv, qoftë edhe kur i kam përdorur personalisht gjërat apo shërbimet, produktet që mund çesin. Do thënë për këtë përpiqem sepse e di që ka realisht njerëz që më ndjekin dhe ndikohen ose do të thënë ndikohen nga zgjedhjet e mia dhe nuk dua që t'jap shembuj apo sugjerimet gabuara. E kuptoj, po ke arritur të krijosh një standard gjatë kësaj periudhe që ti je në qendër të vëmendjes, njerëzit i kanë sy të këty sponsorat, kompani, televizionet, unë përpiqem gjithmonë të kem një standard, edhe këtë gjë e kam pasur që në fillim. Kështu që mendoj që kjo është dhe arsyeja pse gjërat ecin në këtë mënyrë ose edhe njerëzit mbase më ndjekin edhe më pëlqejnë, sepse unë përpiqem që gjërat gjithmonë kur i bëj të bëjnë në një lloj standardi, qoftë edhe kur janë marrëveshje biznesi. Megi, si janë marrëdhëniet e tua tani me vajzat që keni qenë bashkë për disa vite në seriale, tani që nuk jeni më pjesë? Kemi marrëdhënie shumë të mirë. Vazhdoni shoqëroheni, ke shoqëri më shumë me shoqet apo me motrat? Ku t'ja tregoni shumë sekretet? Motrave. Beton. Unë kam një gjë që e them shumë shpesh. Unë jam shumë njeri rezervuar me njerëz të tjerë. Do të thënë unë flas, po është ajo shpreha që unë tregoj aq sa ç'dua të tregoj dhe aq sa ç'dua të tjerët të dinë. Unë me motrat jam libër i hapur, do të thënë diskutojmë çdo gjë me njëra tjetrën, dim çdo gjë, atë nuk është nevoja as unë ta komentoj apo ta them sepse ato e dinë.
Me shoqet flas dhe janë po ashtu e lirshëm, po janë disa gjëra që ndihesh më mirë kur i diskuton me motrat edhe me njerëz që i ke në familje. Me vajzat kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Madje kemi lënë që duam të bëjmë pushime diku në mal bashk, po të shikojmë tani se kur do mblidhemi që të bëhemi të gjitha bashk. Po pse në mal? Se na ka lodhur deri. Se jemi shëndoshur shumë. Çfarë thua? Mos u thuaj që nuk zhvisheni fare në plazh. Jo, për ato të kryet fare, po. Thjesht e vendosëm si për qenë, sepse kemi shkuar në plazh secila edhe menduam për diçka që të qetësoheshim dhe të ishim më shumë në qetësi. Për të vlerësuar më shumë kohën që kalojmë bashkë. E kuptoj që të bisedoni më shumë, të reflektoni. Si ke marrëdhëniet me pijet, se poston shpesh video kështu të lezetshme, e dheur, gjasme e dheur, ose nuk e di se çfarë në Instagram. Po. Shiko, ka shumë video që unë i postoj në gjendje sot, po njerëzit mendojnë që jam e dheur, nuk e kuptoj. Ndoshta nga sjellja, nga që je tipi. Unë nuk pi alkool, me thënë të drejtën. Kur ka qenë kjo periudha para disa vitesh, që do të dalësh më shumë, edhe të pish atëherë po pija, dhe më zinte me 2 gota, po kështu dzurzull. Nëse nuk thesha do të në shtëpi me këmbët e mia, tani jo më. Nuk kam as nuk më shijon aq shumë, nuk e di, edhe them ndonjëherë dua të pi, më ka marrë malli të pi. Po si vjen kështu në qef, si bën aheng për shembull kur je e kam vetë, nuk kam shumë nevojë për stimulant. E ke vetë. Megi, do të bëj një pyetje direkt që mos e bie nga kina. Ke të dashur? Mos më pyet fare se s'do të kthej përgjigje. Janë gjëra që si kam diskutuar dhe nuk do t'i diskutoj. Mua më pëlqen që ta mbaj. Po pra, e di pse ta bëra, sepse më ka bërë përshtypje që gjithmonë je treguar shumë rezervuar për jetën private. Si ka mundësi ti jesh kaq e hapur si natyrë dhe kaq të vë ato murin përballë? Se të kam ndjekur në intervista të tjera. Përse e bën këtë? E bën që jeta jote mos të jetë fare e përfolur, apo e bën sepse ke ato dyshimet e tua që thua më mirë të kemi një imazh të pastër se sa të fillojnë të më komentoj lart e poshtë. Jo, fare, nuk e kam fare për këtë. Thjesht unë jam njohur si ky personazh. Unë jam realisht shumë e hapur dhe përpiqem të jem gjithmonë shumë e drejtë për drejtë, po nuk janë disa gjëra që unë kam një lloj pavarësie, do të thënë vetë në jetën time. Dhe unë mendoj, unë nuk kam nevojë që të shes gjëra të tjera të jetës time, unë çdo gjë ta bëj vetë. Qoftë edhe unë nuk dua as të luaj me vëmendjen nëse unë do të them kam apo nuk kam të dashur, janë gjëra që nuk dua t'i them, unë çdo gjë ta bëj vetë. E kuptoj dhe unë jam aq vëmendje, apo aq si të ta shpjegoj që ta kuptosh. Çdo gjë që bëj, dua ta bëj me nuk dua të jem forcat e mia se nuk është kjo ajo që nuk dua të tërheqësh vëmendje me nuk dua të tërheq vëmendje me të tilla po, edhe nuk mund vi, nëse do vi dita, normalisht do ta them se unë do ngelem që tjetër beqare, po që janë gjëra që unë thjesht nuk më shkon mendja të diskutoj. Ti të pëlqen një familje, do të krijosh një familje të konsoliduar, tipike tradicionale, apo mendon se jeta një është edhe mund të kesh disa martesa në jetën tënde? Tani nuk e di se ka njeri që thotë dua të martohem dhe të nda. Sepse po e merr përsipër që të martohesh. Njofun shumë që thonë që unë nuk mendoj që s'më mjafton një martesë vetme. Ka. Po janë mundje hapur kështu të fshehur. Nuk janë kështu të deklaruar. Unë jam shumë tradicionale në këtë pikë. Pra mua më pëlqen shumë martesa, të krijoj familje, dua të kem shumë fëmijë. Mbas edhe nga fakti që unë jam rritur në një familje, ne kemi qenë 3 motra, dhe mua më pëlqen shumë ndjesia e të qenit në familje, të qenit të bashkuar. Tani se çka ka rezervuar fati, unë nuk e di dhe s'e them dot, po unë personalisht të dëshirë kam. Po kështu çfarë tipi je? Çfarë tipi je në një marrëdhënie? Je tipi vështirë? Ta bën jetën malore dikujt, domethënë. Apo je tip që ta bëj.
Po, po. Ta bëj, jam e lodhshme. Unë e them, do lidhesha me veten time. Ua, sa e bukur. Ashtu ë? Po. Aha. Po, do jetë dikush që do të përballoj, kam përshtypjen. Po, sigurisht. Si duhet jetë ai? Po ty, çfarë tipi mashkulli të pëlqen? Si duhet jetë? Që vërtet të marrë vëmendjen tënde 100%. Kjo është shumë diskutim i gjatë. Mua më pëlqen që të jetë nuk kam dua që të jetë një njeri i mirë. Do të thënë dua që të jetë njeri i mirë. Dua që të ketë pasion për gjërat njësoj siç kam unë. Do të thënë dua që të ketë energji të mirë. Nuk dua një njeri se unë jam natyrë impulsive, nuk dua të jetë dikush. Unë them gjithmonë që të më presi krahët. Dua të jem gjithmonë kështu siç jam dhe dua të kem njeri që e kupton këtë që jam unë. Dua të jetë dikush që më jep vëmendje. Do të thonë vëmendje dua. Dua që të jetë dikush që më do absolutisht. Po që të më doj kështu në veclijim. Se na përmendë një fjalë tani që për shembull në veclijim çfarë do të bëj ai? Apo të më doj deri në ekstrem, po prap të di ta bëj dhe këtë, domethënë nuk dua të jetë një njerëz që të jetë i dobët para meje. E kupton, pra dua të jetë dikush, dua të jetë edhe ai duhet të di të marrë gjërat, duhet të di të më fitoj. Po edhe duhet të ketë karakterin dhe dinjitetin e vet. Domethënë janë shumë gjëra, e kupton, është pak e vështirë të them. Unë e kuptoj. E kuptova, nuk e di nëse na kanë kuptuar ndikësit, e kuptova atë që do të thuash ti. Domethënë një tip mashkulli fatal në plot kuptimin e fjalës. Nuk dua të jetë dikush që fatal, apo jo? Po se di se shumë njerëz kanë koncepte të ndryshme për mashkullin fatal. Domethënë unë nuk dua një burr të bukur. Unë dua që të jetë një djalë i pashëm. Nuk kam s'kam kërkesa kështu shumë të jashtëzakonshme. Mua më intereson shumë si njeri. Domethënë unë kam shumë të rëndësishme që të jetë një njeri i mirë. Dhe kur them njeri i mirë, është domethënë shumë është koncept shumë i gjerë ky, që unë e testoj, se unë jam gjithkohës duke testuar, nuk është shumë e thjeshtë kjo. Dukesh detajist, analizoj çdo gjë. Dukesh dhe kot nuk ja aty te paneli, domethënë i shikon ato konkurrentët në një mënyrë sikur i skanon. Pastaj kam një gjë tjetër, që jam shumë harrova çfarë do thoja. Lëre, kur të shkojë ta them, miku nga mendja, se fatos Lubonja. Vetëm mua dhe fatos Lubonja s'na ikin mendimet, kështu duhet i menduar. Keni shumë mendime, mos ke dikë aty afër që po të orienton. Jo, nuk kam asnjë, jam në bisedë, po e harroj, mendos shpesh që harroj çfarë po them. Me që jemi tek e lëm këtë bisedë se mbasi i themi prap. Fokusoj pak trurin se mbasi të kujtohet se e di që do kishe diçka të bukur për të thënë. Sa i përket karrierës, domethënë tashmë i ke hyrë televizionit. Ke ndonjë projekt personal që e ke bërë plan që të jetë yti në televizion? Nuk kam asnjë projekt të mirëfillt, me thënë të drejtën, unë jam duke menduar dhe në përpjekje për t'i konkretizuar ca ide që kam në kokë. Por tani këto janë shumë klishe të them që pa u bërë se them, jam plan, kam projekte, s'dua t'i them, por që se kështu bëjnë të gjithë, Po që kështu, jam pak supersticioze, s'dua t'i them gjërat pa i arritur. Kur ta bëj bam atëherë. Normale, po jo, mirë bën sepse shumë nga personazhet që kanë projekte, në momentin që i thonë, ankohen se thonë ma vodhi ky, ma vodhi ai. Do thonë ekziston edhe kjo ideja kështu që dikush qëndron aty mbrapa derës. Po të pëlqen tek pjesa e showt, e talk showt apo e spektaklit? Shiko, mua më pëlqen shumë televizioni, mendoj që ka një magji që unë e kam adhuruar që kam qenë e vogël. Më pëlqen të shumë, edhe mund të rria të shikoja televizor gjithë ditën. Mua më pëlqen shumë spektakli, mua më pëlqen çdo gjë, do të thënë thjesht
unë di se disa që ka njerëz që mendojnë më vodhi idenë apo këto, mendoj që njerëzit nuk i bëjnë gjërat njësoj. Kështu sido që tjetër ka mënyrën time të bërit gjërave, edhe të gjithë kanë ato specifikat e veta. Tani nuk e di, jam do shikoj. Po e mendoj gjërat. Do të shohim patjetër që do bësh diçka të bukur. Ke një shprehje që e ke përdorur aty, domethënë duku si Kim Kardashian dhe sillu si Lady Diana. Ti në fakt Jo, kam thënë të kundërtën. Apo ke thënë të kundërtën, më fal, si më katërruan mua ato. Kam thënë të kundërtën dhe ka qenë ironike, pa askush të kuptoj. Nuk e kuptoj askush? Jo, shumica janë, më fal, çrrive ke ti me Lady Diana, ti je si Kim Kardashian, ti do të bësh si Kim Kardashian, kopion Kimin, Lady Diana është klas, ti je gjithkohës gjua jashtë, nuk e di komente të kësaj natyre. Dhe në fakt cili ishte nën kuptimi i kësaj shprehje të përdorur nga Megi? Çfarë doje të thoj me këtë? Po është, ajo doli një shprehje masive nëpër internet në fakt, që ishte mos bëu Lady Diana, nuk mund të jesh Lady Diana, mos u bëj Kim Kardashian, ku di një gjë e tillë, nuk e mbaj mend se ka shumë kohë. Mua thjesht më duk pak qesharake, domethënë nuk e di. Njeriu mund të jetë si të doj, unë nuk jam, domethënë pse duhet sillem unë si një princeshë, apo pse është kaq domethënë është një ironizim i njerëzve, një kategori e njerëzish që përpiqen të jenë njerëz që mbase nuk të vjen natyrshme, e kupton? Do të thonë unë me thënë të drejtën do zgjidha tisha Kim Kardashian. Edhe nuk i ngjan pak. Apo jo, ta thon? Nuk e di. Ma thon, por unë nuk e dalloj vet, nuk e di ç'të them. Do të bëj disa pyetje tani, meqense nuk do të mbaj gjatë, se ashtu e lam, do të bëj disa pyetje të shkurtra dhe pak saj që ti ngjasojnë pyetësorit të Prustit. Okej. Sepse e kam parë që reflekton dhe je pak në botën e psikofilozofisë. Je i lumtur në këto momente të jetës? Dhe çfarë është lumturia për ty? Po, jam shumë e lumtur. Në momentin që kam gjithë njerëzit të mirë dhe që kam ide të reja dhe pasion për të punuar, unë jam shumë e lumtur. Nuk dua asgjë të jashtëzakonshme në jetë. Si do doje të vdisje? Në gjumë. Në gjumë. Jo, nuk do doja. Po, në gjumë. Në gjumë? Po e them gjithmonë që në funeralin tim do doja të luaj muzikë që njerëzit kërcejnë, nuk dua që të mërzitet njeri. Të kërcejnë? Po, dua të ketë muzikë, nuk dua të jetë një funeral i zakonshëm. Nuk dua të shikoj njerëzit që të jenë të mërzitur. Idhulli yt në botën e spektaklit, në botën e televizionit, në botë pse? Nuk shiko, të gënjej nuk kam idhuj. Unë shikoj njerëz që më frymëzojnë, që më pëlqejnë, po e kam me faza, pastaj kaloj te dikush tjetër, nuk kam dikë që unë e shikoj dhe them ky është personi ose shembulli që unë dua të ndjek. Putjen erotike me kë aktor do e shkëmbeje? Kam asnjë lloj fantazie për askënd, më beso. Kam njohur kaq shumë njerëz në jetën time sa më ka humbur dëshira për të patur kështu fantazi. Nëse do të kishe para mjaftueshëm, ku do doje ta kishe një vilë? Në shtëpinë time, atje ku e kam, në Elbasan. Për mua është oazi, është vendi perfekt për të patur shtëpinë. Ti vazhdon shkon në Elbasan, a? Po, patjetër, kam shtëpinë atje, kam mamin, babin. I paç me jetë. Ditari, mban ditar edhe ku e ruan ditarin, nëse mban? Nuk mbaj kur ditar, s'kam patur kur. Motra ime e madhe ka patur një ditar, Marcela, kur ka qenë më e vogël, kështu në 9 vjeçare, edhe unë ja lexoja me inën, kështu fshehur azi që ja hapni, me kishte bashkë një shoqen e vet, dhe na duket idiotësia më e madhe, ishte qesharake, e tallnin për këtë fakt. Na duket shumë e çuditshme. Se ne kemi qenë gjithmonë njerëz shumë, do të thënë,
kemi që të hapura me njëra tjetrën, flisim dhe ideja të pasur një ditar, mbi të gjitha me një shoqe që ajo e konsideron të shoqe të ngushtë, për ne ishte fundi i botës. Nëse do i thojë lam të mirë dikujt, në çfarë mënyrë do e thoje? Unë i kam shumë bezdi lam të mira, sepse jam natyrë shumë emocionale, kam ascendentin në peshk, edhe këtë kam zbuluar si fundmi, dhe u mërzita shumë për e mora vesh. I kam shumë bezdi lam të mira, thjesht nuk e di ta përqafoja. Po ty si do doje të ta thonë të dikush që nuk jemi më bashkë? Në çfarë mënyrë? Ma thot hapur, s'dua t'jem me ty. Të dua, më bezdis kjo gjë, kaq dua, nuk dua i urrej këto që jo po ta sjell mua betin kështu, jo fare, ma acaron më shumë. Po të ma thot hapur, po ore mirupafshim. Fotot e një ishi ruan apo i fshin? Se nuk kam asnjë kështu emocione. Që të thotë? Dhe nuk jam njëri që unë lidhem pas kujtimeve shumë me njerëzit që unë i dua. Dhe me njerëz që janë në jetën time. Ose me njerëz që unë mund t'jem shkëputur, por që nuk e doja këtë gjë, por që s'mu ka ndodhur kurrë. Kështu gjë. Për të qenë e bukur gjithmonë, çfarë bën dhe çfarë do vazhdosh të bësh në të ardhmen? Dhe kjo është pyetja e fundit. Unë jam njëri që përpiqem të kujdesem shumë për veten. Nuk në të ardhmen, tani nuk e di çfarë mund, për momentin s'dua të bëj asgjë. Më vonë nuk e di çfarë do sjelli jeta. Mua në fakt, është shumë e çuditshme sepse unë nuk e reflektoj fare. Unë jam një njerëz që më pëlqejnë njerëzit që plaken hishëm. Kështu që synimi im është i tillë. Ky është. Nuk dua të kem asgjë të egzageruar, por dua të jem një njerëz që plaket. U shkëpute pak, ku ndodhesh sot Megi? Dhe çfarë do bësh pas kësaj interviste? Do dal për të ngrënë një darkë, jam në jug. Je në jug. Unë të falenderoj shumë, besoj që bëm një intervistë shpejt, sepse ashtu e lam. Nuk e di nëse konsumuam ato që duaj, po besoj që po, unë po të lë. Ta shijosh darkën sot. Faleminderit shumë. Të falenderoj për intervistën, të falenderoj për kohën dhe për dëshirën për të folur. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Je shumë e mirë, kënaqësi dhe për mua. Të uroj vetëm suksese dhe të shoh sa më mirë të jetë e mundur. Shumë faleminderit. E dom ty. Gjithë të mirë. Pashim.